Nisja e dëgjesave të Komisionit të Reformës Territoriale shihet nga Ministri Ervin Demo si një sinjal i mirë për të vijuar me punën, edhe pse në ndalesën e parë në Lezhë, kryebashkiaku Pierre Indreu pati kritika, duke thënë se po uzurpon kompetencat e pushtetit vendor. Demo tha se puna e komisionit bazohet tek diskutimi për funksionet e bashkive. Ai theksoi se kjo reformë duhet të garantojë forcimin e bashkive dhe përmirësimin e shërbimeve të tyre, ndërsa shtoi se kritikat të ngjashme mund të jenë të pranishme përgjatë të gjithë këtij turi. Pikërisht reforma territoriale dhe komisioni posaçëm është aty për të adresuar shpeshherë disa elementë që kanë të bëjnë me funksionet e bashkive. Unë e kam përmendur, po ashtu e kam revizuar faktin që funksionet e bashkive janë shumë të rëndësishme për të marrë në konsiderat, duhet të shkojë përtej debati thjesht numri i bashkive më shumë apo më pak, por fakt duhet fokusuar tek ato cilat janë funksionet e bashkive. Kuptohet që qeveria qendrore nuk do të biri gjithmonë dakord me bashkitë. Unë kam qenë vetë kryetar bashkie. Dhe kjo është një gjë normale që ndodh jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet e botës. Ajo çfarë unë di të them është që nëse ne marrim reformat me radhë, qoftë ajo ujësjellsave apo reforma territoriale në tërësi për sa i përket menaxhimit të territorit, patjetër që ka qëndrime të ndryshme. Ajo çfarë është e rëndësishme që ne duhet garantojmë që bashkitë duhet me ato çfarë kanë kompetenca të deleguara apo kompetenca që burojnë nga ligji dhe aq më shumë nga ato çfarë mund të ndodhi nesër sipas reformës, ne të garantojmë që bashkitë jenë më të forta dhe të ofrojnë shërbime më të mira në territor. Demo më tej bëri me dije se edhe 4 bashki të tjera kanë miratuar zonat prioritare në kuadër të paketës së maleve, duke shkuar në total numri i tyre në 40. Ndërkohë ministri për turizmin, kulturën dhe sportin Blendi Gonxha tha se në mbledhjen e sotme të qeverisë u mor vendimi për rritjen e shpërblimeve për sportistët elitar dhe për trajnerët e tyre. Ky vendim hyn në fuqi brenda këtij muaji. Pra shkon nga 40% që ishte në 70% të masës së shpërblimit, mbështetja për sportet jo olimpike rritet me 25% nga 40% që ishte, pra nga 40% që ishte në 50% e masës së shpërblimit për trajnerët e këtyre sportistëve elitar, rritet me 43% trajtimi ushqimor ditor për sportistët elitar. Për të dhënë një shembull, ishte 3500 lek mbështetja në ditë dhe shkon në 5000 lek të reja mbështetja në ditë. Pra, ofrojmë një mbështetje më të madhe, garantojmë një skemë më të drejtë për të pasur një rritje të dinjitetit të sportit, për të pasur një promovim të imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë, flamurit shqiptar në botë dhe për të motivuar gjithmonë më shumë sportistë të cilët të bëhen elitar, të kapin rekorde të larta dhe të luftojnë për rezultate sa më të larta. Në prag të sezonit të ri turistik veror, autoritetet kanë prezantuar një sër masash që synojnë zgjidhjen e problemeve kronike me menaxhimin e mbetjeve dhe trajtimin e ujrave të ndotura, qoftë në zonat bregdetare dhe ato liçenore. Ministri Gonxha bëri të ditur se është hartuar një plan i detajuar për të garantuar një sezon më të pastër dhe për të evituar imazhet negative të viteve të kaluara.